Serbia vetë jetë u fik paralelet, institucionat paralele. Regull, ne jetojmë tash kur pushteti aktual jetu përfitu çmim për ato që është nënshkruar me vitin 2013. Në atë ditë unë jam koni knaqur, sepse në atë ditë e ka marrë vendim që unë do të filloj jetën këtu. Do të kryj jetën në Kosovë. Në Kosovë. Jam kosovar me vitat... Për 2013, kur është bërë marrëveshja e Brukselit. Thaçi Dačić, apo... Ajo është. Edhe ne kemi pas një vallin e integrimin e serbëve. Po, është vërtet. Ajo ke në atë kohë në Kuvend, zëvendës komandanti, gjitha institucionin, në fakt. Edhe tash ne e kemi diçka që është realiteti në shtetin jonë. Une, afati e pasaportit, letër njoftimit edhe patent shoferit ime u dalë. Por jam në përdo masa e bijës e Serbisë. Sa herë jam të kalu në Serbi, jam atje i martetuar 1 orë e gjysë. Kur se kam publiku këto? Sepse nuk du me konë në atë grupë me Zoja Rada Trajković, me Zotri Momčilo Trajković. Jam krenar, kur mos e heroni që jam serb. Në këtë shtet jam kosovar me nacionalitet serb. Edhe në atë mënyrë, më do këtë asë në një moment e jetës tem se kam pas atë rezervë. Ti e di që Kosova de facto është pranuar nga Beogradi zyrtare. Veç ai që nuk do me pranu atë, me letërnoftimin e shtetit e Kosovës, njerës shqiptarët, serbt, lirisht janë të shku në Beograd. Po, do njerës e kanë edhe do probleme me forcët, ajde, me do shërbime në Serbi. Por edhe shumica e serbëve e kanë problem me shërbimet e shtetit jonë. Qofse dikush e ka duart jo e pastër, ajo është normale. Pse Branislavi nuk është e arrestuar? Pse asnjë antar e familjes e Branislavit, edhe nga ana e nënës tem edhe nga ana babait tem, sepse ne jemi 2 familje që se kemi bo asnjë krim. Qofse dalet diçka, unë jemi gati, unë s'du me ikën në Beograd. Jam këtu para shtetit vetë. Sepse nuk ekziston asgjë, ekziston mundësia e do kombinimit që Zotria Lili dal me 2 dëshmitore, me do rënave, po bane është ai, por jo, para Zotit jam i pastër. Edhe ajo është arsye që se cili serb brenda vetit duhet me marë atë vendim. Bac, janë të planifikuar në rinë këtu në këtë shtet, a pishe që edhe lista serbe, edhe Beogradi zyrtare, me vitat jetu trajtu interesat e komunitetit serb në Kosovë. Zoti Haradinaj para ze ka të tregu. Kjo është veç politika, biznesi, edhe për atë arsye edhe Zotri Vučić që ka erdhën pushtet, me dërgu serbt në një kolon, me armatosur serb, edhe paras ai me qëma armatosur veti serb, jo, ajde dalim nga institucionat edhe Conflict Management Group jetu pastru. Pse? Pse? Me qfar? Edhe e kemi hup kredibilitetin para bashkëqytetarëve shqiptar. Shumica shqiptar që mdin me vitet, bane, Radojqiqi kjo, s'ma intereson, shfaqje e loje se Beogradit